Me dy persona mos paq punë, thot fjala e urtë. Një i paditur që ka mësuar 2 rreshta dhe një i uritur i cili ka bërë 2 dinar në xhep. Prandaj duhet të kemi kujdes maksimal mënyrën se si trajtojmë njerëzit që kanë mësuar 2 rreshta dhe njerëzit që i kanë bërë 2 dinar në xhep. Miq të nderuar, kur dikush citon një tekst, mbajini mend nga çfarë do fushë qoftë, veçanërisht edhe nga fusha e fesë. Teksti përherë është pjesë e një grumbulli ose një sistemi tekstesh. Dhe ati që i mungon sistemi, potencialisht tekstin që e ka citu mundet me keq kuptu. Ka shumë njerëz sot që shkputin tekstet e fesë dhe nuk e kuptojnë sistemin e grumbullit të teksteve. Kjo është sikur ajo piktura ose ai mozaiku. Pjesa nëse shkputet nga piktura e përgjithshme, ajo s'ka asnjë kuptim. Ajo ka kuptim vetëm kur kthehet në tërësinë e saj dhe na jep fotografinë e plotë. E dyta, njeriu të cilit i vije pasuria mrena natës dhe ditës, potencialisht është i rrezikshëm sepse ende s'është i përgatitur për ta menaxhuar pasurinë. Njëra nga citatet më madhështore në Kur'anin Fisnik është edhe ky varg në surën Nisa, ajeti 6. Të papjekurve nga ju, mos u jepni pasurinë tuaj, që Allahu për ju e bëri me këmbje. Prandaj, është jashtëzakonisht e nevojshme që njerëzit të pasunohen gradualisht dhe e vrenin jetë. Zakonisht pasunitë e shpejta janë jo legjitime dhe zakonisht pasunitë graduale janë legjitime. Zoti u pranoft lutjet e ditës së premte.